Rikthehemi në studio e kështu do ta vazhdojmë vllogun e parë si duket bisedat vetëm sa kanë filluar me analistët tonë, do të diskutojmë një temë mjaft interesante dhe aktuale. Ka dështuar edhe një herë votimi Albulena Haxhiut si kryetare e kuvendit. Opozita ka mbajtur qëndrimet e veta me vot kundër Haxhiut, njëjt edhe Duda Balje. A ka ndonjë zgjidhje për ngërshin politik apo Kosova po shkon sërish në zgjedhje? Analistët parashikojnë një ndarje në vetëvendosjen në mes të konjufsës dhe të tjerëve të rëndësishëm në këtë subjekt, mirë po të gjitha këto detaje do t'i përmbledhim në bllokun e parë, ku të ftuar në studio kemi zonjën Afërdita Maliqi. Përshëndetje zonja Maliqi, është nasit ju kemi në studio. Faleminderit. Pjesë e këtij paneli është padyshim edhe miku im gazetar, kolegu jon nga Klan Kosova, Ardian Gaxherri. Zotri Gaxherri, është nasit ju kemi në studio. Faleminderit. Si edhe normalisht këto nuk mungon as zotri Alimi, miku i emisionit tonë. Është nasit ju kemi në studio, zotri Alimi. Faleminderit, kënaqësi Anaseltas. Në fakt, për herë të gjashtë është mbledhur kuvendi për të konstituuar vetën. Në fakt, deputetët aty dështuan ta konstituojnë kuvendin, sepse nuk kaloi sërish emri i Albulena Haxhiut. Çka ndodh tutje, Afërdita? Është për herë parë që na jemi në një situatë të tillë kur kuvendi nuk po pranon vetëm me zgjedh institucionet e veta, dhe në rastin konkret jemi një blokadë që me qëllim po vjen nga lëvizja vetëvendosje e cila ka vu emrin e njërit kandidate Albulena Haxhiut, të cilën gjithë e dim që ka qenë një nga gratë ma destruktive brenda lëvizjes vetëvendosje, një nga gratë që nuk u lodh në asnjë mënyrë me pas fjalorin më të ashpër dhe më të ndytë ndaj partive tjera që në atë kohë kanë qenë në opozitë, kështu që ky pozicionimi i partive tjera për mos me votu Albulena Haxhiun, unë mendoj që është shumë i drejtë, edhe parti tjera në asnjë mënyrë nuk duhet të tërhiqen nga pozicionet e Por ky pozicionimi për të mos ndruar emrin as pas 6 tentimeve si ju duket. Lëvizja vetëvendosje ka fitu 48 deputet dhe mendoj që e marrën përgjegjësinë më të madhe për konstituimin e institucioneve të parlamentit. Në rastin konkret... Vetëm pak, ta qartësojmë për publikun sepse e thatë një detaj interesant. Do të thotë, përgjegjësia bie tek personat që kanë më shumë të vota. Në rastin konkret edhe me regulativ e ka që ata me dhonë emrin e të parit për me zgjedhje. Sepse është një tendencë që krejt kjo blokad t'i gjuhet subjekte tjera. Jo, absolutisht, është e pandershme. Është e pandershme sepse unë i dëgjova disa deklarimet të deputetëve të vetëvendosjes, është e pandershme nëse ata dëshirojnë me zgjedh institucionin e kryetarit parlamentit e kanë mundësinë me ndrru emrin, sepse disa nga partitë ose disa nga deputetët e partive tjera kanë dhënë indikacione që ne do votojmë një emër tjetër. Me që vetë je grua, edhe unë jam grua në këtë panel, në fakt edhe bëhet fjalë për një kandidate grua në krye të këtij institucioni, ka qenë deputetja nga radha të VV-s, Arita Fejza, më duket, e cila në fakt thas që Haxhiu po sulmohet për faktin që është grua. Jo, kjo është shumë e ulët. Kështu? Jo, absolutisht, kjo është shumë e ulët. Kjo është edhe një mënyrë për me gjetë ata një solucion se gjoja pse s'po votohet. Kosova ka dhënë shumë shembuj që absolutisht se ka problem. Madje kemi dy presidente. Absolutisht. Unë vetë kam mbajt një pozitë të lartë në institucione, kështu që kur nuk ka qenë ai farë problemi. Ne kemi pas një presidente gru dhe kemi një presidente gru. Kështu që nuk qëndron absolutisht. Unë mendoj që kjo është vetëm një lloj shantazhe ndaj partive tjera për me i detyru me votu emrin e Albulena Haxhiut. Nuk ka të bëjë kjo absolutisht me atë që Albulena Haxhiu është grua. Por, zotri Gaxherri, si cilësoni deklarimin se në qoftë se dështojë kësaj here vendi do të shkojnë në zgjedhje? Apo i bie në këtë formë që ka qenë prej fillimit tendenca e tillë, pra prej ditës së parë kur ka filluar konstituimi i kuvendit, sepse nuk vënoi shumë edhe dyqysh menjëherë na erdhi një solucion tjetër. Madje kishim edhe situatën me KQZ-n që njëjtë ishte aluduar edhe në atë kohë. Kjo është një mashtrim i radhës nga ana e vetëvendosjes, për shkak se edhe për të shpërbërë kuvendi duhen 61 vota. Do me thonë, pa votat e opozitës, vetëvendosja nuk mundet me shku në zgjedhje. Ajo që vlen të theksohet është mungesa e vullnetit për të krijuar ose konstituuar kuvendin. Mungesa të vetëvendosjes është e dukshme. E kemi zotrin Limaj, i cili është afruar shumë me vetëvendosjen, por deklaroi sapo doli nga kuvendi se nuk kemi marrëveshje me askë. Do me thënë, ai është i gatshëm, por vetëvendosja nuk do të bëj marrëveshje, edhe derisa s'do të bëj marrëveshje. I diktoi ke informatën nga brenda?
Po këto janë publike, tashme zotri Lima është i hapur për gjithë. Jo, e di që vetëvendosja s'po e do marrëveshjen apo ku që do? Derisa ti ke nevojë me bo numrat, edhe unë afrohem me 3 numrat e ty, dhe ti nuk bën bashkëpunim me mua, si i bie kjo? Po në fakt nuk i bie që ata nuk i duan 3 numra, ata kanë problemin edhe të një numër tjetër, se 3 të Fatmir Limajt nuk i dalin vetëvendosjes. Po derisa e bë 3, pastaj e bën edhe 1. Po, por ne ajo që na intereson. Qëllimi besoj që është këtu mes Limaj se kanë inate politike mes familjarët të zonës Hagjiu, Albina Hagjiu, që është... Familjarëve të burrit. Po. Atë dhe besoj që aty është inati jo që zoti Lim pëse më zbotë, se faktikisht moment që ka... Zonja Hagjiu ka inate personale me zotri Limaj dhe si pasoj inate personale... Ka probleme familjare mes atyne dhe nuk lejohet aty me marrë... Pari ka qenë analistë dhe gazetari Valen Sylla që ka dhënë detaje, sepse të dy palët janë nga njëjta zonë, por unë dua... Po më nuk kamuflu me Sa dhe të kandidat. merret seriozisht zonja Hagjiu kur problemet e familjarëve të burrit... Po tash i bartën në politik, është e keqe dhe është e dëshme se këtë përbun popullë e Kosovës dhe lëvizja vendose është një parti shantazhues se tash me këto kalkulimet politike dhe interesat e tij personale, unë për shumë të keqe dhe nga gjithë shoh kolegët, analistët që tjetë, këto vetëm faji i bi lëvizja vendose dhe Almin Kurti dhe me kryenisin e tij jemi edhe në sankcione dhe këto Kosova ka mes shkak i kësaj politike. Por duat të ndalim edhe më tej tek lëvizja vetëvendosjes, sepse në fakt ka qenë njohësi çështjeve politike Albert Krasniqi, që ka deklaruar se ish kryetari i Kuvendit Kosovës, Glauko Njusa, është kritikuar edhe prej lëvizjes vetëvendosje për shkak se nuk ka qenë mjaftueshëm në mbrojtje të pozicioneve të subjektit politik. Ti vetë jeton Alimin në këtë studio na kishte thënë që do të ndahen. Do ndahen, po, edhe u dit ato janë pa ato farë efektet e zotit Njusa faktikisht u konë mes aktit të kryer se ka pas një lloj presioni bagit të fort për është mundu me kamuflu në atë formën e tij, po ma në fund ka shpërthy dhe është dalë edhe Ku është arsyeja reale? Fakti që nuk e kandidoi për kryetar kuvendi? Po faktikisht njerë është flit kishe po dona me kandidu për komunë për gjithë komunale, ajo ka ra me njerë... Për kryetar Prishtinës, Glauko Njusa? Po faktikisht se edhe mefi o konë Koqa Bajage që unë po du me kandidu... Mefail Bajqinovci. Po, Mefail Bajqinovci dhe është flit në opinion që Bajage e dha i koni përkoje, po tani ka më flun gjojë se zoti Njusa po dëmë, po ajo ka ra opcioni për kandidat kryetar komunës, po ja pra ka shpërthy tash edhe në opinion dhe ka ndollë të sakta ato që kemi thonë në intervista kaluar edhe tash, përse që mund të ketë edhe përqame halemat fella. Qëndrimi të lidhur me raportin Kurti Konjufca? Konjufca ka pas një rol shumë të mirë unifikues sa ka qenë si kryetari i parlamentit tonë, nuk mujna me amohu në asnjë mënyrë, nuk është pa që ai anon arsyeja edhe pse sot s'po votohet Albulena Hagjiu, sepse pozicioni i kryetarit parlamentit e kërkon me kon unifikues, sepse megjithatë është kryetari i parlamentit, ka me prezantu Kosovën në zyrtarin, ishte 20 deputetëve. Për to përçamjet që po fol kolegu, nuk e di, përçamje mundet me pasë, nuk e di sa... Përçamje ditë të mbreshme, rume po mënomi ka më flu në format të arsyshme, por mës me dalë për opinionit keq. Po çka është halli, ku është problemi? Nuk e di sa mundet me marë një hap Konjufca edhe me la vetëvendosin dhe me dalë dikun tjetër. Jo, me dalë, po i ka të presionet e mbreshme, ajse nuk po mënë... Presionet, gjdo kun ka presionet. Jo, presionet të theksuara për kundër... Thjesht zoti Konjufca është fjalla, kapi shumë rrima për mene, po mëno me kamuflue në ato format e atyre që mës me dalë për opinionit që ka. Normale që ata s'kanë me lejun, kanë më mënu dhe i punit mës me la me dalë. A në momentin që flitet, a fakti ka të shkate. Këto janë edhe supozime. Mirë, po çështja që neve na bën shumë për shtypje këto është që nuk ndryshot emri. Tash ne i dëgjojmë deklarata që na vinë nga ambasadat e ndryshme, zotri Gaxheri që thonë Kosova ka nevojë për maturi politike. Dhe dua ta di në këtë moment çfarë do thotë maturi politike. Do thotë ndrimi një kandidati apo ndrimi i mendjes së të gjithë votuesve në lidhje me kandidatin, cila ju duket pak më e lehtë. Maturi politike do të thotë shteti para pushtetit ose shteti para partisë. Jo si bën vetëvendosja në raport me partitë të tjera, dhe bën kalkulime vetëm personale dhe të grupit interesit vetë pra të partisë vetëvendosje. Në rast se vetëvendosja kish pas seriozisht se do të konstituoj kuvendin dhe të votoj pastaj të vazhdoj të votoj për qeverin, ata i kanë 48 numra, po ashtu komunitetet, gjasat janë që zotri Limaj 99% është përafruar dhe në qofë se do ishte vullneti politik i vetëvendosjes zotri Limaj do bëj pjesë me ta, sepse ai është publikisht i hapur. Kush do që më fton të diskutoj, ai thot... Atëherë përpijen këtë rast që kjo është maturia politike. Hapur të diskutoj me secilin.
Prandaj, vetëvendosja duhet të ketë vullnet politik, por vetëvendosja po luan kartën të cilën e ka luajtur gjithmonë, ai ka dy karta, kartën e shpëtimtarit edhe kartën e viktimës. Çdo gjë që e bën me këto dy gjëra. Po, për ta kuptojmë në thajmë, tash është... Sikur unë jam shpëtimtari dhe kur nuk arrin sukses, kur ka vetëm dështime për 4 vite, fajson të tjera. Të viktimizot, zote Ardian, se këto Po, veç pak, zote Halimi, sepse është të thënë diçka shumë me rëndësi. Dhe në fund na tregon se kush është viktima. Jo, tash vetëvendosja po thot opozita po e bllokon kuvendin, ndërkaq që ne gjithë e dimë që vetëvendosja është vetmja parti në Kosovë e cila asnjëherë nuk ka votuar pro një kryetari të kuvendit të ndonjë partie tjetër. Me thonë, vetëvendosja nuk ka as bazë morale të kërkojnë nga parti tjera se t'ja votojnë kryetarin e kuvendit. Pastaj është gjua fyese dhe veprimet e tyre të pamatura që kanë degraduar deri në masë të skajshme dhe është shumë e vështirë që të gjendet bashkëpunim, plus mungesa e vullnetit politik. Jemi tek numrat, po. Është absurde për një njeri ti me bloku shtetin, është absurde. Dhe atë duket blokim fakti që Duda Balje, nuk di nëse ke dëgjuar deklaratët që ka dhënë sot para gazetarëve tek holli i kuvendit, pyetet nëse ka një marrëveshje me Kurtin, thotë se nuk e ka ndryshuar pozicionin, e pyesin gazetarët nëse bëhet fjalë se mbrëm është raportuar që kanë arritur një marrëveshje për një ministri të saj, që ajo të marrë pra një ministri, thotë se ka pasur disa propozime, por s'ka marrë asnjë telefonat nga dikush, nga Kurti apo ta zëm ndoshta ka marrëveshjen e heshtur. Fakti që Kurti nuk e kontakton, se e dinte që e ka sot seancë, nuk e ka votën e Duda Balje, se i duhet për ta bërë 61-shin, nëse ta zëm potencialisht Nisma do ta votonte, atëri bie që se ka marrë mundin ta zgjidhë një çështje me Duda Balje. Problemi është se marrëveshjet po m'duket ai s'la ditë si ka kryer me kërkon hiç, veç fjalë goje dhe pastaj kur ata kanë shkuar në seancë kanë folur me njëri tjetrin dhe kanë pasur realisht marrëveshjet shkruame me kërkon nuk ka, me asnjë nga komuniteti, se s'është vetëm Duda Balje, e kam dëgjuar dhe vetëm Berishën që thotë, unë e votoj kryetarin e parlamentit, po marrëveshje për qeveri nuk kam, domethënë nuk ka diçka të shkruame, por e krejt... Dhe na interesojnë zonja Malisi, sepse po kemi dëshirë me shpërfaq komplet realitetin. Na intereson të dim se si vim deri të marrëveshjet. Unë nuk jam ndonjë njës i madh i politikës, mirë, po nga e kaluara kujtojmë ato mitingjet të ndryshme ose takimet të ndryshme që i kishte qoftë Ramush Haradinaj, Hashim Thaçi me alatët, me partnerët. Pse po mungojnë ato? Për çfarë arsye nuk e shoh asnjë takim të zotrit Kurtit për shembull si mandatari i parë me dikën? Dhe madje i kishte quar letër vetëm LDK-s apo jo? Të tjerëve nuk u ka quar letër fare. Si ka mundësi që ta kemi një kryeministër që nuk e takon askush? LDK-ja si ka çështjet të votës presidentit. Zotri Halimi, jena te tema e Albin Kurtit. Po, njëjtë Jo, është çështja tjetër kënd. Si ka mundësi që lideri i një subjekti të mos ketë takime dhe ne të presim ta formulojnë? Se nuk ka vullnet, se kur ki vullnet, ti e thirë njoj gjatë një vota gjithqysh me i ban. Gjithqysh i ban. Se mi marë 28 vota, dhe mos me kanë gjendje me i ban gjatë një vota për qeveri që është absurde. Ti, nëse Kurti i kishte gjatë një vota, na ish votu edhe kryetari parlamentit. Kështë problemi, nuk i ka vota, sepse edhe sjelljet i ka unë dhe të tjerët, më thonë, Kurti me thonë që të tjerët do të mjë gjunë një zu. Këtina, për më thonë, aman merëm se unë e po vijim e ty. Po se ka obligim kërkush me jabo vota, edhe se ka obligim absolutisht kërkush me jabo vota. Nëse nuk kërkon, nëse nuk kërkon ti marrëveshje me pas me se cilin prej ty në atër, kush nuk ka me tarë në mënyrë se si vendon Kurti. Një gjë duhet ta qartësojmë për opinionin publik. Ne që dalim në për studio televizive, duhet t'i tregojmë opinionit publik që zotri Kurti po e blokon. Kjo tashmë është e qartë. Por bashkëfajtor me zotrin Kurti është edhe gjitha parti tjera. Pse e themi këtë? Ne kemi një seancë e cila mund të vazhdoj pafundësisht deri në ditën kur votohet kryetari i kuvendit. Pastaj fillon koha kushtetuese. Do me thonë, pa filluar koha kushtetuese... Pra po e ndërshkojnë edhe vetën. Do me thonë, nuk ka e ndërshkojnë vetën, ne se kemi dërë pësa ta e ndërshkojnë vetën se janë deputet marrin rogat majme. Jo, në kuptimin e aliancave politike se... Por unë po e nëzirë pak një javë më tutje, më falë.
Sinqerisht, nuk është puna që ne t'i rahatojmë politikanët tonë, por ne të krijojmë të janë të përfaqësuar aty ka gjeri, nuk është puna t'i rahatojmë apo jo. Më mirë është të ndodhë të ecë ora dhe të zhbëhet gjithë procesi, pra të shkojmë në zgjedhje edhe njerë, se sa ata tashmë janë betuar, ata do i marrin. Arsyeja pse po e them këtë Jehona t'i rahatojmë është se ata s'po bojnë kur gjë, thjesht po shkojnë aty, rroga ju del edhe marrin muhabetin, ndërkaq e kanë në dorë, e kanë mundësinë që ta ndalin këtë farë pune. Qysh ndodhi me atë raportin e verifikimit që u bloku, e që më pas e votun, njëjta është edhe me kryetarin e kuvendit. A ishte gabim si pase që njëherë e blokuan raportin, më pas pranuan një dorëheqje me jo të shkruar, do thot përmes fjalëve, një zotim që e kishim bërë në komisionin që mbaj aty. Po padyshim, derisa... A mund t'i e mashtruar? Po, derisa janë futur në lojën e Kurtit. Kjo është loja e Kurtit. Zotri Kurti e ka strategjin me na çun në zgjedhje dy palëshe, në zgjedhje komunale dhe në zgjedhje nacionale. Por kjo, na nuk kemi kohë me hub, na geopolitika po ndryshon shumë, madje edhe administrata në Shtetet e Bashkuara ka fillu ndryshimet Departamenti Amerikan i Shtetit, sepse Donald Trump don të bëjë ndryshime, dhe ne duhet të gjindemi në ato ndryshime me një qeveri të konsoliduar, sepse bota nuk na pret neve pafundësisht. Ne kemi një shembull, vitin 2016, nëse s'gabohem, kur për 6 muaj është prolonguar puna e konstituimit të kuvendit, dhe në të njëjtën situatë gjindemi sot. Nuk është që ne nuk dim me dalë prej kësaj zgjidhje, por thjesht duhet me ju thonë politikanëve tanë, leni matematikat partijake e ta vazhdojmë shtetin tutje, sepse nuk kemi kohë për të humbur. Kështu që janë të gjithë. Veprimi tek matematikat partijake? Unë nuk po them me votu Albulenën, por me gjetë një konsensus brenda partijak, të gjithë me ullë me folë. Ardian, veç në këtë moment, për shembull logjika, si u a thot juve, është më lehtë ta ndërroj vetëvendosja një emër, apo t'i binë të gjithë deputetët e Kosovës që t'ja japim? Ma mirë është me hek Albulenën, me qitë. Dhe tash dua ta di pse nuk po e ndrojnë Albulenën. Se është viktimizimi. Blokada është evidente. Si kanë votat për qeveri tani. Po, e kuptoj, është viktimizimi i zotit Kurti që bëbën kalkulim, po flitë këto ashiqare dhe në për çdo studio tjera zotit Krën. Si do që jetë, unë e mendoj. Pra, vetëm pak, ju thënë se zotri Kurti dëshiron të viktimizot para opinionit publik, duke thënë ne kemi kandidatin ka strategi zotit Kurti për këtë lojë në politika. Është i njoftën. Dhe të duket strategji që këtë blokim? Po normal strategji. Këtë blokim, këtë strategji t'jashtë. Po Kurti vetë... Kosova njërë. Jo, shteti jonë është i pare. Tani jem partit, si të shtetë. Po s'do të milion, nëse vetë shkot në zgjedhje, Albi Kurti mos me votu, mos e por përmende një fakt, në fakt se në këtë situatë që jemi, pra partia e par apo fituese me numër më të madh të ulëseve në kuvend, nuk po arrin që të bëj edhe kandidat të zgjidhë kryetarin e kuvendit. Mirë, mbase mund të arrijë një kompromis të zgjidhej, të ka përcjellë kjo, po ideja është që të dy palët, as deputetët që dikurit të kanë opozitës, nuk kanë një marrëveshje për të bërë një qeveri opozitare, dhe tjetra natyrisht dhe këtu kalkulimet që tashmë i dim. Përmende le të kënë pak më herët, dua ta kuptoj edhe një opinionin tënd, sepse arsyetimet janë dhënë publikisht, sa ka të vërtetë këtu nuk e dim, por kemi parë edhe publikisht deklarim të Abdigjikut që në farë formule të ka kërkuar kryeministri dhe kjo ka qenë mbase pengesa po e quaj për partitë. Zoti Kurti, Abdigjiku e ka strategjin mja mundësue zonës Osmani edhe një mandat me këtë qeveri. Qka ju hynë në gjep, jeton? I vynë njeri tynë, i vynë vjos, po në fakt se vesh të kish pas LDK-ja, votat të PDK-s automatikisht ish kry kjo punë që... Më thuaj për vetë leadershipin e LDK-s në këtë moment. Unë e mendoj që LDK-ja ka shumë një lloj e ka një strategji shumë gabume gjatë negociatet pse nuk e voton ose pse s'do me një qeveri, faktikisht. Se shumisa edhe ato SMS-a që kanë dalë në pa, o çështja e policisë dhe prokurisë, ato me verifiku ajo faktat vërteta apo mashtrime ato që kanë dalë, si do që tjetë na e na vesh për t'i vlerësu ato. Dhe ka problemshe shumë të mbreshme LDK-ja tash. Ka rryma të mbreshme që po lipin me shkarku zotin Abdigjikë, po nuk po zdojnë me dalë në pa, dhe ka rryma, ka klane të mbreshme, dhe ka përqame në nëndek të Prishtinës. Ka pikë që kanë bo klane. Këtu ndalë dhe do t'a vazhdojmë bisedën pikërisht në këtë pikë, mirë po aktualisht për të gjithë juve që po në ndeshin në anën e djathtë e ekranit tuaj është shfaqur një QR kod përmes të cilit
ju mund të bëni pjesë e sondazhit që kemi përgatitur për ditën e sotme, e ku pyetja është, dështimi i seancave, është mungesë e votave apo strategji? Ju lutem përmes linkut që e gjeni përmes skanim të QR kodit, na jepni edhe përgjigjet e tuaja në lidhje me këtë temë. Po zotri Alimi kërkojnë ndjesë për interferencë. Falë, LDK-ja ka përqame në për nëndek. Sido që tjetë, po mënon mi kamuflu se njerëzit që kanë kontribu për LDK-n, me qenë në gjdo komunë, sidomos komunën e Prishtinës, një farforme tash... Dega është si me folë për një mahale. Faktën deklarimet në thonë që ata kanë përqamje edhe në instanca më të larta. Po, one për njës nga rend. Sepse Abdullah Hoti nuk është në ndeg. Jo, one po thëmë që ka edhe përqame në ndeg dhe njerëzit që ka ndonë kontribut nuk ju nda të knashe. Mirë, por me të LDK nuk e ka sot primatin dhe nuk e ka qelsin për ta zgjitur të blokat. Jo, mund dhe tash nëse hin me partnerimin, mundën... Atë ndërlidhen në spak me jetonin Zotri Abdi Gjiku, LDK-ja ka humbur për shkak të sakrificës që ka bërë për Kosovën, duke u futur për mos lënë shtetin si që na ndodh ditëve të sotme, për mos lënë shtetin pa qeveri, është futur në koalicion me lëvizjen vetëvendosur. Ke fjalën herën e kaluar. Si pasojë e kësaj ka humbur 10% pra të deputetëve. Dhe kjo ka qenë ulja më e madhe në historinë e listës demokratike të Kosovës. Zoti Veliu para zgjedhjeve, në zgjedhje dhe pas zgjedhjeve nuk i ka lëviz fjalët. Nëse duhet me kap dikon për fjale, atër Zotrit Abdi Gjiku po i qëndrojnë fjalet më shumë. Dhe ka marrë përgjithësi që ishë ditë grush pa rezultate. Përse s'ka dojtë partia partë gjuna? Mirë, Afrodita? Mund të mbak, nëse është normale që ka thonë nuk bëhna me levizjen vetëvendosi, sepse gjitha partit kanë thonë. Pa atër nuk u dash me bëh edhe një deklarim aqë të ngutë që me thonë në asë një mënyrë nuk hinë qeveri. Në më thonë dërngelim opozit. Okej. Ti nuk hinë me vetëvendosin sepse duhet me hi me vetëvendosin se ka pru shtetë në situatën që farjemi. Por, duhesh me dha sinjale që nëse ka mundësi më bo një qeveri nga partit që kanë qenë opozit, atër duhet edhe PDK, edhe LDK, edhe ARK, edhe NISMA, mu bo bashkë, pavarësisht faturë që mujnë me marë në të ardhmen për hirtë të vendit, situatën që jemi duhet me një qeveri. Apo shërbej në fakt, po i themi trup kërcnimeve që po bëjnë akter nga lëvizjave të vendosi që po se zgjodhat Albulina Agjiu në kryetarët kuvendit, shkojmë në zgjedhje, sepse ka qenë në fakt Eugen Cakolli, i cili ka dhënë një opinion lidhur me këtë, natyrisht të ditë kanë punë organizatet të tilla për të na plotësuar gjitha edhe pikpyetjet tona se çka ndodh në këtë rast dhe sipas Eugen Cakollit që është njësi këtyre çështjeve ka thënë se s'ka zgjedhje pa u kryer konstituimi i kuvendit. Është fakt, Ardiani pra pa u zgjedhur kryetari i kuvendit mund të shkojë në zgjedhje. Një konstituu kuvendin në mënyrë që mu votu pasaj. Apo i dështon vetëvendosjes plani, pra që mbase nuk e kanë ditur këtë dhe kam planifikuar ta vënë një emër si Albulina Agjiu që është i papërshtatshëm për shumicën e deputetëve aty. Nuk është e pamendur, por është qëllim keqe, është qëllim keqe. Kjo strategji dhe taktikë politike është. Është e vetëdijshme për këtë. Por po i kërcënon, po i shantazhon parti tjera, ndërsa dhe parti tjera nuk janë fëmijë aty. Ata janë njerëz pjekur me provojë madhe politike e jetësore. Ka kërcënime. E din që pa i pas 61 vota aty as mundesh me zgjedh, as me prish kuvendin. Në këtë situatë Gaxheri ne mund të shkojmë me muaj të tërë. Ne pikërisht këtu qëndron problemi. Prandaj e hapa si temë ne duhet të edhe palët tjera përveç vetëvendosja që dihet më po dihet botërisht që nuk ka lidhje me këtë shtet fare, sinqerisht. Dhe u kallzu 4 vjet. Edhe parti tjera duhet të dinë që nuk mundemi me prit ne për shembull 5-6 muaj që të shkojmë në zgjedhje tjera, por më mirë ta zhbllokojnë situatën tani. Apo don me u votu kryetarin e parlamentit, megjithëse është e vështirë shumë e pas një kompromis për Albulina Agjiun. Ta votojnë mocionin për të unë kisha thonë kështu mendime, unë kisha thonë me votu kryetarin e parlamentit qoftë edhe Albulina në hipotetike dhe nëse nuk i ka për shembull zoti Kurti votat për qeveri i japet mundësi automatikisht partisë tjetër për me bë. Pikërisht aty fillon mandati. Çka duhet bëjë në rast opozita? Konstituci ka 15 ditë i ka paktën me atë me formu qeverinë. Edhe nëse si ka, e formon partia tjetër. Me këtë situatë, me këtë që tha Eugeni, nuk do të mu votu Albulina Agjiu. Jo, jo në asnjë mënyrë. Kuvendi kërgon një figurë tjetër, një figurë përçarëse siç është Albulina Agjiu. Po mund ta bëjnë shkarkime më pas apo jo? Dohet 2/3, dohet shumë vota pastaj, dohet 8-2 që s'mundesh pastaj kurrë me i bë.
Gjithmonë është, kur është bërë kryetari kuvendit është kërku një figurë që është ma unifikuese. Në këtë rast nuk e kemi. A nuk e di vetëvendosja që kjo është ide, a nuk e dim profilin e saj? Vetëvendosja me qëllim është ka e blokon krijimin e institucioneve. Kjo nuk do në komet. Vetëvendosja u mësu mu zhvillu në për kaose, në për gjërat e tilla. Edhe po i pëlqen mënyra se si po bën tash. Nuk e ju bërë shantazh partive tjera. Nga ajo që po dëgjoj këtu, të ju, edhe fjala e fundit që e thatë ju, atëherë po na deli njëjti subjekt shantazhues për partitë politike dhe në një farë formë viktim para popullit. Po pikërisht këtë e përdorë Zotri Kurti. Gjithmonë thot këta janë të këqit e ne jemi të mirët. Çdo gjë të keqe që e ka bërë për 4 vite ja ka fatuar. Po ndalim në këtë moment të kjo deklaratë. Opozita ka qenë aq e pafuqishme, as punë të veta s'kan mujtë. Zotri Gazirja duhet të jetë një figurë polarizuese apo unifikuese, qoftë posti i kryetarit të parlamentit edhe qoftë posti i kryeministrit të Kosovës. Pa tjetër kroni se duhet me qenë një figurë unifikuese, ne jemi sa gishtat e dorës ne shqiptarët, sidomos ne që jetojmë Kosovë, tjetër gjë që i kanë nxjerrat i një regjistrim, lirisht me i thonë falso, ose pas një lloj kriteri është bo, kemi dalë 1 milion e kusur mi banor, po mbi 1 milion e shohim çdo ditë e prekim realitet, na janë zbraz qytetet, na janë zbraz fshatrat, mos shifni shtëpijat, ndërtesat, njerëz nuk ka, jeta është me njerëz. Dhe kjo tregon që ne kemi mungesë unifikimi, sepse na ka po na humbin edhe shpresën me matematika personale e interesa grupore. Ne po e shohim çapo ndodh dhe normal që kemi nevojë për një figurë e cila na bashkon, nuk janë jahudit apo izraelit më të fortë se shqiptarët, sepse janë më shumë në numër. Kjo situatë është shkaktuar si pasojë e interesave personale të personave të caktuar brenda një subjekti sipas teje. Padyshim, sidomos vetvendosja nuk llogarit as këtë tjetër as gjë tjetër. Unë kam thënë disa herë se është shumë e rëndë për ta thënë, por unë nuk e kursoj veten. Vetvendosja ka krijuar kufoma për të ardhur në pushtet. Ka ecur mbi kufoma, se lere mo gjëra tjera. Vetvendosja e ka sulmuar tempullin e demokracisë. Për shikuesit që na shohin, ju lutem, më lërë të ftoj të votojnë, sepse janë të shumë që na shohin live në këtë moment në YouTube. Pra kemi bërë një pyetje lidhur me këtë situatë politike që jemi tani, sipas jush, është çështje numrash, votash apo është thjesht një strategji? Na duhet përgjigjja juaj poshtë ekranit, keni QR kodin. Afërdita? Nëse vetvendosja don me zhblloku këtë problem, shumë lehtë ka me zhblloku. Hiç Aminal Bulena Xhiut, gjëje një emër tjetër, propozoje një emër tjetër dhe shiko apo kush mund të jetë emri tjetër brenda vetvendosjes? Po 48 deputeti ka vetvendosja, 2-3 emra mund mu gjetë që... A mund ta kthej Glauku Njufse në këtë pozitë? Po, edhe Glauku, unë menoj që Glauku shumicën e votave të deputetëve të parlamentit i kishë marrë. I kishë marrë edhe Dauti, edhe Saranda, janë 2 emra që edhe ne i kemi po në udhëheqje. Por pse s'po dalin ata, a nuk janë më taftë se Albulena Haxhiu, a nuk ka emra të tjerë? Po do me bloku me qëllim. Te Glauku Njufca. Glauku Njufca mo nuk thehet aty, në atë vend. Ky jetoni e nisi pak më herët, por burimet janë të sakta, të brendshme, nga lëvizja vetvendosje, arsyeja e përçarjes së zotrit Konjufca me konkretisht zotrin Kurti, janë sepse zotri Konjufca ka fituar fuqi brenda vetvendosjes. Dhe Kurti nuk e do as katush të... E dim autoritetin ose autoritarizmin e zotrit Kurti, sa ai nuk lejon dikush të di më shumë se anë ose bën e të jetë afër zotrit Kurti. Dhe fuqia e zotrit Konjufca është kërcënim për zotrin Albin Kurti. Zotri Kurti nuk do ta lë atë... Atër cila të tjetë ardhja e Konjufcës? Nuk e largon. Shikoni çfarë strategji e përdor. Nuk e largon nga partia që mos thonë të tjerët se Albin Kurti është përjashtues. E mon pending. E hes nga kryetari i kuvendit dhe don ta propozoj për kryetar të qytetit. Dhe atë e ka të pasigurt. Si pozit, zotri Konjufca don me djeg politikisht. Më në edhe me djeg, strategjia e ti, sepse zotri Kurti funksionon me përçarje dhe sundo. Tani ka bu manovrime me vitin. Nuk është shumë mirë. Kjo përçarje thuhet se të ketë lindur edhe si pasojë se në momente të caktuara nga Albin Kurti persona më të largët se Konjufca u bën, si themi, më të afërt dhe morën më shumë për kraje. Kjo është veç nga Shqipëria apo çfarë? Pikërisht, zotri Kurti ka nevojë për servil. Zotri Kurti është figura autoritare. Ne e dim që vetvendosja është parti me një njeri. Zotri Kurti vendos, thot edhe bën çka të don,
me lëvizjen vetëvendosje dhe të tjerët vetëm bëjnë amin. Dhe prandaj zotri Kurti i sjell të tjerët nga jashtë Kosovës, por edhe nga jashtë lëvizjes vetëvendosje. Kush është kërcimi i brendshëm për Glauko Njufcën, në kuptimin e pushtetit dhe intelektit apo edhe fuqisë, sepse në fund të fundit Glauko Njufca përpos brenda kuvendit Kosovës ka arritur që edhe ta zëm, po e marr rastin e fundit kur i vdiq babai ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, Konjufca ishte aty. Bra me pa më ishte në shtëpinë e Besnik Tahirit, domethënë. Po. Me amerikanë. Pikërisht kjo është problemi, pra se zotri Konjufca është një figurë më i pranueshëm nga tjerë. Është më i pranueshëm për të tjerët. Dhe të gjitha ata, mos harroni, lëvizja vetëvendosje ka fituar 42%, ne nuk mund të jemi as të pamatër sa të paragjykojmë 42% të votuesve të Kosovës, sepse brenda asaj lëvizje ka edhe njerëz që vynë shumë. Por problemi që ndron se zotri Konjufca po fiton fuqi brenda vetëvendosjes, po bëhet më i pranueshëm për njerëz që janë brenda saj dhe është kërcënim për zotrin Kurti. Prandaj zotri Kurti don ta heqë qafe për mos të irrituar të tjerët, don ta heqë qafe duke e djegur politikën. Dhe do dua të qëndroj edhe pak me ty zotri Gazher, e kam edhe një pyetje, por fillimisht më duhet t'i ftoj edhe një herë të gjithë ata që po na ndjekin live në anën e djathtë të ekranit. Tuaj e keni një QR code përmes të cilit mund të bëni pjesë e sondazhit ku pyetja për ditën e sotme është: dështimi i seancave është mungesë e votave apo strategji? Ju lutem përgjigjen e të gjithë që ta kemi edhe një analizë të përgjigjeve tua në fund të emisionit. Zotri Gazher, desha t'ju pyes, duke marrë parasysh që një nga këto figura është polarizuese, na del të jetë Albin Kurti, gjithmonë sipas asaj që po diskutohet diskursi i bërtash, dhe tjetri na del që nuk është polarizues, pra unifikues, Glauko Njufca, a ka mundësi që edhe vetëvendosja të rrshqas nga duart e zotri Kurtit? Duke parë parasysh situacionin, ne duhet të dimë që njerëz të vinë nga backgrounde të ndryshme. Zotri Konjufca nuk e ka backgroundin sikur Albin Kurti. Dhe historia e jetës së zotrit Konjufca e lidh shumë me gjithë njerëzit e partive të tjera. Më së shumti me PDK-s, por me të gjithë të tjere. Sepse edhe familja e tij kanë qenë kontribues të ndryshëm në procese të ndryshme të shtetformimit dhe shtetndërtimit. Dhe prandaj, zotri Konjufca nuk mundet për shkak të Albin Kurtit me hudh, për shembull, hipotetikisht, se ka dhe një mbështetje të madhe në vota, ka familjarët e vet atë. Afrodita nga sa kemi parë nga jashtë, se natyrisht nuk kemi brenda për të ditur detajet, por brenda vetëvendosjes, sa është përkraja për Glauko Njufcën? Sa ka njerëz brenda? Unë menoj që... Se duat datë situata me procedurën e tashme, a? Për krajë që ne kemi pa dhe vetë votat që e ka marrë parë. Në momentin që jemi, unë menoj që Kurti vazhdojnë me kona i lideri suprem. Kush janë njerëzit e Konjufcës brenda BV-s? Kush janë njerëzit? Potencialisht. Nuk e di, nuk mëj me thonë kush janë njerëzit, por unë e di që unë jam i thare që figura e Konjufcës të jetë një figurë shtetërore. Jo figura e Konjufcës të jetë një figurë me vogël dhe të minimizohet nga liderët për shkak se s'po na shkon për shtatja. Kupton, ne kemi nevojë për figura... Pra ju thoni se e minimizon vetëvendosja? Po e minimizon Kurtin nëse nuk ja jep Albulena Agjiut. E propozon për kandidatë dhe nuk ja vazhdon kandidaturën Glauko Njufcës. Pra ju thoni se nuk ishte Glauko Njufca një prej personave që ishte pro kandidimit të Albulena Agjiut. Në këtë logjik, ashtu dje. Nuk e di me, po Glauko po del të propozon, a i deri në të momente po vepron si partia ati. Ne nuk mund të dim, nuk mundemi thonë ato. Nuk mundemi me ditë çfarë plani kanë bërë të brendshëm vetëvendosja, por një gjë të cilën mund të dim, fare logjikisht thjesht, është se pavarësisht çfarë pozite i ka dhënë zotri Kurti ose i ka premtuar zotrit Konjufca, nuk është pozitë më e madhe se kryetari i kuvendit. Edhe ky fakt tregon sa shumë e don zotri Kurti zotrin Konjufca. Por matematika që unë po e bëj që... Por megjithatë edhe për kryetar kuvendi shpesh është ta zëm për pas faktit që tash jemi në para një procesi të zgjedhjes presidentit dhe natyrisht të duhej kryetari kuvendit ta ushtronte detyrën e presidentit për një kohë që mund të jetë privilegj, por në anën tjetër shumë kush e ka cilësuar vetëm si falës. Po s'mund me zgjedh çështjen e presidentit. Si moderator çush e cilësojnë tjerët. Nuk mundet me zgjedh zoti Albin Kurti për shkak të çështës presidentës të çdo parti që vjen mi apo votat. E luan rolin për faktin se është. Rolin diçka tjetër, apo me kry punë me çdo zoti Konjufca andena nuk ka shanse.
veç faktikisht zoti Konjufta tash është dek në lëvizje vendose, mos momenti caktimit për kretor Ne po parlamentit. flasim për një kandidat që ka fuqi, ka vot, dhe duat kthehemi te pastaj jeton vetëm edhe 5 minuta mbajmë të hapur sondazhin në pyetjen pra siç tham, nëse kretë situatë politike atriboni mungesës së numrave apo mund të jetë një strategji politike. Ta zëm se kështu është kretë situata. Ti thua se ke informacione, Gaxheri në anën tjetër na tha nga burimet e tij që ka arritur të kuptojë situatën brenda VV-s, edhe Alberti që është njësi çështjeve politike. Si do të mbase udhtimi Konjuftës së të ardhmen? Do ta shinim në një parti politike? Jo nuk e mendoj që mund të lëviz zoti Konjufta ndonjë parti në Për shkak përvojës së PSD-s dhe Mulliçaj? Po, se e din se çdo moment që mund me lëvizë, se besoj që ka njerëz përmbrana, por nuk gëzojnë të folin përmbrana lëvizje vendose, Albin Kurti i djeg dhe me njerëzit e tij dhe mundohen ti kamuflojnë ato dhe në momentin që paktën zoti Konjufta nuk merr të paktën një pozicion aq çfarë meriton, besoj që aty do të fillojë një çamje hala më e madhe dhe aty do shfaqen në opinion se mund ta gjithçka është punë e kryer dhe Pra, ju pritni që kriza brenda subjektit Patjetër që të thellohet. nëse nuk rehatohet zoti Konjufta në atë pozicionin që meriton edhe me vota, edhe si njeri, edhe si çdo aspekt, besoj që ka me pas përçaj hala më të mëja dhe Po pse gjithmonë po e përjashtoni rastin që vetë vendosin të ardhmen të ketë një udhëheq të ri? Sepse nëse një udhëheq si një subjekti dështon ta bëj, dështon pra ta krijojë zoti Kurti zgjedhje, mund të shkoj. Kështu Sa vendosje pa mundet me udhëheq, ka me udhëheq. M'fal? Sa të mundet me udhëheq. Po sa kanë me lanë, sa e lajnë, sa deri kur e kanë durimin. Lideri Superman, jo, po lideri Suprem. Jo, m'fal veç pa. Lideri Suprem, zotri Kurti është figura autoritare kroni. Nuk ai njeri i cili fiton veç pak fuqi brenda vetvendosis, ai automatikisht luftohet. Por a ka Afrodita apo Gaxheri, a ka vetëvendosje pa Kurtin? A ka vetëvendosje pa Kurtin nuk ka. Unë nuk e shoh që ka vetëvendosje pa Kurtin. Kurti është Atëherë pra partia. nuk ta thuash autoritar, sepse Deri tani nuk e shoh që ka vetëvendosje. Unë mendoj që zoti Kurti përpara ka pas rrezik nga zoti Vitia dhe klani Tina. Dhe kur e ka kput Vitin në termin popullor për me marrë opinione vesh, ai tashmu e ka skenju si ministër. Pse nuk shihet edhe si më i rëndësishëm Glau Konjufta në këtë rast? Deri tash folëm për formën se si ka ngrit ai profilin e tij politik deri në këtë pikë. Dhe pse nuk e sheni si të tillë, si një mundësi shëntarën në basa ajta dhe këtë subjekt? Sepse prap duhet me ta përsërit zotri Kurti nuk lejon. Zotri Kurti është Pra, s'po jetoj kanë demokracisë. Autoritarizëm. Gjithçka veç aty demokracisë ka. Mbi veprimet e njeriut. S'ka demokraci aty. S'ka demokraci, aty ka klane dhe vetë përmes veprimeve, duke i menjanuar ata që din diçka, edhe që vynë pak ma shumë, edhe duke i rrëthuar vetën me njerë servil. Merri për shembull këta që dolen nga vetëvendosja, i sheh figurat e tyre, njerëz, figurat të cilët gjithë e kanë pas së paku e kanë pas një profesion. Ti ki ministra, deputet, imagjinot, shpallet njeri deputet i kuvendit për herë të parë. Deputet i kuvendit nuk është vend i punës, Jo të gjithë njerëzit për figurën e tij. do me thonë, për herë të parë, gjithë llogari bankare për herë të parë kanë hap 8 deputet të vetëvendosjes kur janë bërë deputet. në legislaturën e kaluar, asnjë pak s'ka bos. Neve që të kem deputet të tillë, ata sigurt s'dia divin ato shkëmbë. Edhe kur ndodhi kjo. Ardian, shumicën kur s'ja kemi një zonin. Por edhe kur ndodhi në fakt shkputja e madhe, ajo që natyrisht në mesin e tyre ishte Darda Mulliçaj, Aida Dërguti, shumë të tjerë që më pas disa prej tyre u shkrin. Ai ka e vetëvendosjes në PSD, Shpend Ahmeti. Më duket dhe në fakt atë kujtohet Afrodita kur ishte përmendur që në mesin e të pakënaqurve në atë kohë ishte edhe Ka qenë Konjufta. edhe Glauku. Edhe shumë nga këta që kanë lënë vetëvendosjen me cilët unë kam raporte, kanë treguar që shumë afër ka qenë edhe Glauku me Se bëri atë vendim atëherë. Në momentet caktume e ka analizuar, ndoshta ka thonë që nuk muaj ose diçka, edhe u kthy sërish Unë mendoj që pozicioni i ofruar se Kurti është shumë strateg si kur Kim Jong-un. Në momentin kur e sheh që i rrezikohet, ai e ka dhënë pozitiv Krahasot me diktatori. Jo, në momentin që i rrezikohet Politiko është në fund. Qamja madhe, aja ka marrë afër vetë, zoti se të shkëke edhe zoti Konjufta. Krahasot me diktatori. Atëherë Dardan Po mbase ka fjalën në kontekstin brenda partisë. Po brenda partisë, brenda partisë nuk lejon njeri më zhvillu atë pikë. E qartë. Çat aspektet është jo. E qartë. Mundëm me çfarë të një fjalë. Në atë kohë për shembull këta që janë dalë kanë qenë
aj ka pëthuj se vetë vendosis, kanë qenë krit me profesione, kanë qenë njerës që kemi njohët ma herët, Dardan Mollica pëthuj se ka qenë numri 2 i vetë vendosin në ato, edhe e la vetë vendosjen. Dhe më thonë, nuk kanë problemi që konjufca nuk ka mujtë me lo, nështë ta i ka qyrë interesat e veta personale. Dhe e pat lënë pikërisht me këtë arsyetim, se është një figura të e cila dëshiron që gjithë shka të bëjë si pas rrugës që ka zjedhë raje. Pikërisht, dhe autoritarizmi na çon drejt diktaturës. Prandaj ne duhet të kemi kujdes kur shprehemi se po flasim për ish kryeministrin e Kosovës. Nuk mund t'i thomi diktatorin njëri që nuk është pajtohem. Keni plotësisht të drejtë, por e tha në kontekstin brenda partia. Po shpejtësojmë pak shkallën. Autoritarizmi të qënë vetëm në diktaturë. Një njeri i cili nuk do me pyet askënd, as nuk do me dëgju askënd, ai tjetër gjë nuk mund t'i thush veç se udhëheqës diktatorial. Po diktatura është një formë tjetër e udhëheqës se ne nuk e kemi. Edhe monitoron nga KQZ dhe nuk ka pasur vrejtje që nuk ka shkuar mirë, të jemi sinqert, a ka pas kundër kandidat apo jo, është çështje tjetër dhe kë duan ta votojnë delegatët në të raste e ngjashëm. Nuk mund të thuash që s'është zgjedhur në mënyrë demokratike brenda asaj që parashikohet ta zëm me mbikëqyrjen e KQZ-s. Ajo është Lidera por lotësht. Por edhe kemi pas protesta nga zotri Mollica për zgjedhjet e kaluara kur dëshironte të kandidojë si kundërkandidat i Kurtit në Kur kon për shembull Bisari, Bisari ish kryetar, po Bisari Mre, ai ka shfaqur publikisht ato që ju konë ato sendet që nuk ka leju me shku bashkë qysh dët, ase na bashkë 100% si din, ato që kënë bunë. Visarin e pa qitë kjo me qëllim kryetar, e qiti Visarin kryetar figurativ që aty dhe vetë doli shpi më shpi, do më thonë e kthej elektoratin, e boni këtë parë populizmin, ka qenë strategji e ti, nuk është që Visari ka pas në parë roli vendimar në ato. Për shembull, zonja Maliqi, që këtë diskursi që po krijohet dua të them pak ishë më herët. Ne kemi parë liderët tonë duke shkuar shtëpi më shtëpi. E kemi parë edhe zotri Kurtin duke shkuar shtëpi më shtëpi tek populli i Kosovës, sepse ishte momenti për me lyp votën. Dhe tash, pse nuk po e shoh parti më parti duke shkruar vetë lideri, sepse edhe ky është një moment, sikur para zgjedhjeve që do të me lyp votën, me bëu kompromis me popullin, tash do të me bëu kompromis me kolegët e vet, që rrjedhimisht do të ishte edhe më e lehtë me bëu një kompromis për votat sesa për me marr votën e popullit. Funit kur gjë, kjo është mrena sazave normale nëse ti kërkon me bë koalicion. Është lideri vetëm që nuk ka takime të tilla në Kosovë, sepse të tjerët pak a shumë i shohim në takime dhe bashkëbisedime me njëri tjetrin. Kroni, une aq sa muj me analizu këto 4 vitet e qeverisës Kurti është një njeri i cili vepron në ekstremitet. Se nuk mujmi të thonë ekstremist, se është një fjallë tjetër për një term diçka tjetër, por vepron në ekstremitete. Në qofë se i marim veprimet e ti. Për shembull, po fillojmë të gjitha. Në qofë se e merë zhvillimin ekonomik, ai shkon në ekstremitetin e varfrisë. Pse shkon në atë, them? Sepse i anullon projektet madhore të cilat janë të kushtueshme, nga mendësia varfanjake dhe bën projektet të vogla në raport me atë projektin e madh. Nëse se një projekt do investohet për shembull 200 milion euro në autostradë, ai thotë jo, më mirë pe bëjmë një rrugë të vogël ose një zgjerim të rrugës siç po ndodh me autostradën përpej, ishte 210 milion euro projekti, e ka bërë me 23-4 milion edhe atë me korrupsion sepse po intervistohet zotri Durmishi për këtë çështje. Nëse e merr marrëdhëniet me jashtë, i ke të njëjtat me ekstremitet, marrëdhëniet me komunitetet, i ke prapë të njëjtat gënjen, ka gënyer publikisht, ka thënë se ne do bëjmë dialog me serbët e Kosovës, ndërkaq ka shkuar dhe i ka... Mirë, Dutabalja ka thënë që nuk e kanë kontaktuar pavarësisht propozimeve që i kanë dhënë, ne të shohim se çka ndodh në fakt, ka pasur një polemikë edhe me deputetin Arber Rexhaj se duket se u ankua duda ta nuk e kemi marrë në bashkë respektin e duhura. Zotë Kurti ka... Se ka marrë propozimin dhe madje i tha Arber Rexhaj që me kaq pak vota ju kemi votuar shumë shpejt. Ne ta shohim bashkë rezultatin e sondazhit që kishim hapur në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Kroni, na jep rezultatin. Po, një moment. Ja, pra, 23% mendojnë se dështimi i seancave vije si pasojë e mungesës së votave. Mirë, 22 mungesa e votave, ndërsa strategji, 58% mendojnë se është strategji dhe zonja Maliqi realisht, kjo që po ndodh dështimi i seancave është cilësuar si strategji edhe nga analistët në studio. Është e qëllimshme nga ana vetë vendosjes. Me prapavi është. Është e qëllimshme. Me vetë faktin që ka vë emrin e një figure që nuk pranohet nga të tjerët, është e qëllimshme.
Mire, qartë, zotri ka zirë një koment për... Po, do doja një koment për fund. Ne kemi parasysh fillimin. Nuk ka ndodhë këto 25-6 vite që ne me shku me konstitu kuvendin pa e ditë ku shka me konkretari kuvendin. Hera parë. Hera e parë është zotri Kurti që e ka bo. Qa ka bo? I ka bo matematikat matë këqijat mundshme që mujnë me i kushtu Kosovës, njërë që kur qysh mës me bo qeveri nesër pas nesër, qka me bo? Ta vendosim Albulena Haxhiun se kur kush se dënë as të shpia vetë. Po si pas sakollit, nëse nuk konstituohet kuvendi, nuk mund të shkohet në zgjedhje, kështu që kjo formull nuk ka me i shërby, nëse ka menduar kështu. Tash presë, ndoshta edhe Albin Kurti t'i lodhen meshe, që pa thonë zotit Haradina. I ka dalë punë, i ka dalë punë. Ka me dalë, ka me lodhe edhe meshe. Faleminderit shumë jeton Alimi, këna si të këshin programa për dita, faleminderit shumë për gjithë analizat që kemi përbashk, kam përshtypje që të kemi punë këto muaj. Gaxheri, faleminderit. Merci. Gjithashtu faleminderit edhe për të gjithë juve që na shikuat për këto 45 minuta sa jemi bashkë, është koha që të shkëputemi me pak marketing